Kryeministri Rama premtoi sot se do të lidh besë me shqiptarët që qytetarët mos ndihen më të papërfillur. Por 2 ditë më parë, qeveria mori 2 vendime për çështje që protesta po i kundërshton fort. Një sprint të fundit për investitorë strategjik dhe Shqipërinë 1 euro, përpara se Bashkimi Evropian ta detyrojë të mbyllë portat për ta. Shqipëria i ka premtuar Bashkimit Evropian 2 gjëra. E para, të heqë dorë nga ligji i investimeve strategjike, ligj që u ka dhënë kompanive private akses të privilegjuar në toka publike, bregdet dhe zonat turistike. E dyta, të ndryshoj ato pjesë të ligjit për zonat e mbrojtura që lejojnë ndërtime dhe aktivitet ekonomik brenda tyre. Të dyja janë pjesë e kushteve për ecjen përpara në procesin e anëtarësimit. Por më 22 korrik, ndërsa këto ndryshime ende priten, qeveria miratoi 2 vendime që bëjnë të kundërtën, e lehtësojnë dhe e përshpejtojnë përdorimin e pronës shtetërore nga investitorët. Kjo është ajo që ndryshon. E para, qiraja 1 euro. Kjo skem ekzistonte prej vitesh për zonat me përparësi turizmin. Tani vendimi i ri e rregullon shprehimisht edhe për pronën shtetërore që ndodhen brenda zonave mjedisore të mbrojtura. Kontrata propozohet me bashkëpropozim mes institucionit që përfaqëson shtetin si pronar dhe institucionit përgjegjës për zonën. Pastaj miratohet nga Këshilli i Ministrave. Pra, një pronë publike brenda një zone të mbrojtur mund t'i jepet një investitori privat vetëm për 1 euro. Dhe e dyta, sa shpejt kalon prona nga qira në pronësi. Deri tani një qiramarrës duhet të priste 3 vjet përpara se të kërkonte privatizimin e tokës që kishte marrë me qira. Tani, për troje mbi 500 metra katror ka 2 rrugë. Nëse investon mbi 150% të vlerës së trullit dhe ka respektuar kushtet e kontratës, fiton të drejtën të hyjë në procedurë privatizimi me të drejtë parablerjeje. Dhe nëse investon 750%, çka do të thotë 7 herë e gjysmë mbi vlerën e trullit, atëherë kjo drejt i lind me njëherë, pa pritur afatin 3 vjeçar. Momenti kur këto ndryshime po vinë ka shumë rëndësi. Ligji për investime strategjike është ende në fuqi dhe pranon aplikime deri në fund të vitit 2026. Ndërkohë protestat kundër tjetërsimit të pronës publike vazhdojnë tashmë prej 2 muajsh. E ndërsa qeveria po jep besën se po mbyll disa prej këtyre dyerve, në fakt po hap derë të reja.